Në një ndeshje që mori fond në tensione, Bashkimi e kamposhtur Pejan vetëm pas vazhdimeve për të rimarrë epërsi në seri 2-1. Bashkimi fitoi ndeshjen 84-78 në kohën e parë shtesë, pasi që dueli në kohë të rregullt përfundoi me 69-69. Ndeshja u mbyll pa shikues, ku 5 sekonda para fundit u ndërprej ndeshja dhe palestra Sezar Suroi u zbraz nga shikuesit. Sa i përket duelit, ai ka qenë mjaft interesant, pas çerikut të parë të barabartë 17-17, Peja mbylli pjesën e parë në epërsi, pasi mori çerikun e dytë 12-17 për 29-34 në pjesën e parë. Bashkimi rimori epërsi në çerikun e tretë duke mbyll atë me 23-16, kurse në çerikun e fundit pritej të përcaktohej fituesi. Ndeshja u mbyll baraz 17-19 me rezultat 69-69. Peja barazoi në sulmin e parafundit të ndeshjes. Ishte Marquez Tomves që dha treshe për të bërë rezultatin 69-69, ndërsa sulmin e fundit të Bashkimit Wendell Green nuk e karakterizoi pas depërtimit për të shkuar në duelin në vazhdime. E aty Bashkimi për dallimin në fund me 6.3 e Mr. Kinesit për të fituar duelin 84-78. Lejson Zeqiri ka qenë fantastik sonte. Ai shënoi 7 nga 10 time për 3, duke kryer ndeshjen me 27 pikë. 19 i dha Wendell Green, që bëri edhe 4 asistime e 5 kërcime, kurse 12 të tjera i shtoi Jack Mr. Keynes, që regjistroi edhe 3 asistime dhe 9 kërcime në fitore. Tek Peja më i dalluar ishte Marquez Tomves, që shënoi 27 pikë, 4 asistime e 6 kërcime, ndërsa me 13 pikë, 3 asistime e 6 kërcime u dallua Deri Morsel. Benas dhe Amin Hot dhan nga 9 pikë, ndërsa Dardan Berisha nuk luajti fare në këtë duel për Pejan. Fitoria bën që Bashkimi të rimerë epërsi në seri. Tash është 2-1 në të mirë të Bashkimit ndaj Pejas, dhe prizrenasve iu duhet edhe një fitore për të siguruar finalen. Ndeshja e radhës luhet në Pejë. Në rast të fitores së Bashkimit, prizrenasit shkojnë në finale. Në këtë rast të fitores së Pejës, përballja vendimtare luhet në Sezar Suroi, por tashmë nuk dihet nëse do të mund të ketë publik në këtë ndeshje pas tensioneve në fund të ndeshjes së sotme.